Kërcime prej aeroplanit e piknik buz lumit. Super drejk për fundi ujvarës edhe not në liqe. To edhe shumë aktivitete tjera mundin mi pa në këtë video. Po fillimisht ndalimi në X-Fest me mbush kerin full naft. Se keri janë pranon veç naft kualitative. E lokacioni i parë është Bovec, Sloveni. Një vend që neve na pëlqen mu kthy pothuajse çdo vjet. Kemi ardhë në Bovec, Sloveni. Fatri për momentin është në klub edhe 3 ditë kam i kalu atë, ndërkohë unë kam medalje dhe me shfrytëzu në atyren. Jam shku në shparë të Slovenisë edhe jam furnizu me disa produkte edhe tash po dalë në piknik. Lokacioni për sot do që kë. Kom një mulon, pi shampanj. Pak e nxehtë, po s'ka lidhje. Pak po hajmë. Ciao. Nuk jam mik i selfit, po vita më ka kërku. Kështu që vetëm po raportoj atë herova. Fluturimi tretë sot, pak turbulencë në nivel të lartësisë, po shumë bukur. Vendi më i bukur në Evropë, me kërci. Tung. Okej, u qova për lokacionit parë, tash po eksploroj pak vende. Shumicën e vendeve i kom pa, po këtë i vizitoj. Jem të shku me vizitu një ujvar edhe me hongër drejkën aty nëse s'ka shumë njerëz. Që jo e gjej një vend tjetër pak më privat se më lezat. Lokacioni i drekës, sushi me pamje. Sushi marketet, po shumë e mirë. Guys, we are still preparing the tandem. Esbarit! Ciao! Nëse me ndoni që në shparë furnizona veç në Kosovë jemi gabe. Hajde! Po, Amila, bërë një qatë.
Ja nisi shi, u qova se edhe kisha haru lugën për me hongër buk. Jo që jam unë, po ka me hongër. Të surpriza me një dënim, ta shojmë sa ko kam. Dhe momenti së vërtetës, si më gati me po. €80. Nëse po mdo, s'pe kuptoj që apo shkruan, po më do këtë nëse e paguj brenda 2 jave si në Kosovë, është 40. Wow, faleminderit Slovenia. Fusha kuatëron fatre edhe po shpresoj që vjen diku afër me atë rem, se po kom qef mja bo një video të mirë. Për ndryshe shtojmë pamjet për atë. Uhu! Bravo Fatri! Fatre? Që shka e kërcime? Kërcimi ke mirë. Po më ka ndodhë dishka kër e hapa parashute. Qa ka ndodhë? Mu ka kriju një litare në komandës. Më ka fut me një spiral. Komendu që s'muj me dalë. Shet. Qa që më kalohë, gati komendu edhe me shkput me aktivizu emergjencen. Edhe që me rajgjove? Tik tik, në fund ka easy peasy. Po të njësa dola se plus ka i mbyllën. Fucking hell, më kalohë. Dhe më ka tut, futa ke pare. Puta ke pare, karalu. Në fund ardhë koha drejkes. Mendova që shumë ka më pëlqy, po ma konda, po mu ka njerë kjo salmoni si krudo, kura pak se të meran. Edhe shell do këtë ma simpatik në pushem. A do kënë aldone mas birës. Sekund mas birës. Qish jetë, a e mirë? A e qka po bënë? Ta që e këna njësë të akullore me qitë. Akullore po vjen shi. Pak mango. Pak çokoladë. Fatri është në klop të këty. Unë jam të shku deri në bankë me pagu dënimin se transferi prej Kosovës po me merë dhe një €30. Kështu që... Au! Sot ko marrë të dhona në klub të Fatri. Ku gjos po shoq apo bojmë po... Sa e sjellshme e dita? Tifën, edhe po hem ka një kefle. Pas pec. Fatri po bëhet gati për kërcimin e parë. Ma mirë se kafe me gjellë. S'di që të them për kafe, valla. Evet. Në kësve se Kosovë këtë punë ka e se kryo me vetë, dhe qaj? Me krysh këtë maje, mangartin, e kemi në qilë vitën e kalu.
A shiq, qysh? O shofer, o lokum, jeti gaz, pak ma shumë. Mirë se erdhët në shtëpinë tonë të re, tu këna mi kalu edhe një trenak. Kemi ardhë në kamp edhe po e bëjmë një veç shpejt se gati është perëndimi, kështu që jena unë edhe s'kena kohë. Gësuar. Gësuar. Më pëlqen kafja e mëngjesit. Se e kujdeshme. Kampi është shumë i madh edhe tepër mirë i organizum. Qifi jam është me shku ka kamperat edhe mi gjyku krejt, që kanë ndrejt, që ka një të hungër. S'ka lidhe që na e kena tindën ma të vogël këto. Vetë? Kafja numër 2. Edhe krosani si dezert. Numër 1. Drekën sot e kena gati për 10 minuta dhe normal që krejt produktet mund është mi gjetën shparë. Nëse ki edhe perime fresh alo ma mirë, poshtojmë edhe pak kapër. Noodles gati për një familje. Dreka gati. Kemi ardhur në Bled edhe është diku rreth 40 minuta prej kampingut ku po qëndrojmë. Kek se vesh. Račka grejo. Gage, lej. Gagice grejo. Petka. Jena këty në kamp apet, po jena unë, kështu që po bëjmë hongër apet. Shka ka në menu sot? Ravioli. Edhe dorka gati pak hudra, taman kur him në tenda të do. Po da një lej. Me ndum që ngihem na me ravioli. Tash kemi kos me fruta. Shurup panje. Apo maple syrup. Yummy. Në mëngjes.
kafi është të uzi, koha ka dalë e keqe po është të ndreq, Fatri po e pejnë longën, jeta është e bukur. Jeste koma e me gjatë. Shko. Kur shkon camping veç me tendë, mbjen shi dhe dush mi mrenda në ka. Nuk ka problemi tendës, mafsia tendës. Mafsia tendës. Pauzë prej gatimit deri sa të ndalet shev. Nëse u ndaj veç për shijojmë restoranin tash. Supa. Kësuar në basë shëut, shkanë diçka mbel. Bazitën e këna kallu në tenë, se po bjen shi, nga pas ka marrë gjumë. Ujnë në kushte kampi. Në kushte ekstreme, zgjidhet ekstreme. Faleminderit. Jemi të e po gati të arkën për soda dhe kena pasta me perime. Ata prejën e me pyru. Mëngjesi i fundet, gjendja është alarmante për momentin, po jemi të i bo gati sendet, që kur kthehemi pas ma pak punë. Sot krejt mëngjesi ka shkutu bo gati, kena hongër diçka shpejt, ora është 8:30 edhe po nisemi për Kroaci, edhe ndërkohë ka dale për Kosovë. Në bas 7 orëve në kërë, kena mri në Sinj, një vend shumë simpatik në Kroaci. Natën e mirë për sonte. Kur të shkojnë Kosovë, ti ta puthi tokë. Ora është 6 edhe po nisemi për Kosovë. Shpresoj që ju ka pëlqyer video e na shihemi javën tjetër. Ciao!